Këto ishin vetëm disa skena të gjendjes në rajonin e Llapit, përkatësisht në fshatrat Obranç e Llapashtic në ditët e fundit të vitit që lan pas. Pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të zonës operative të Llapit, udhëhequr nga komandat Remi dhe bashkëpunëtorët e tij, arritën që t'ju kundërvijen me sukses forcave ushtarake e policore serbe gjatë ofensivës së tyre prej 24 e deri me 27 dhjetor. Zoti komandant, forcat tona janë gjendje këtë dëshmëria për t'i mbrojtur pozicionet. Elilo, apo nëpër? Ja. Apo në lëvizje të amikut? Ja, shko. Prej daljes së skenë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zona operative e Llapit arriti ta formojë një ushtri profesionale, e cila u tregua edhe gjatë ofanzivave të armikut në ditët që kaluan, ditët e fundit. Armiku përdori komplet arsenalin luftarak, përmi 100 tanke, autoblinda, praga, pinzgauer e tjera, minahesët 32 mm, 60 mm dhe me artilleri të rëmë. Forcat tona ju kundërvyn me armikut dhe arritën të zbrapsin komplet prej ka kishin ardhë. Përveç vijës të frontit në Llapashtic, të tabet, të cilën për shkak të popullsisë dhe një tërheqje taktike, bëm dikun rreth 300 deri 400 metra tërheqjen e ushtrisë tonë. Ushtria jonë shkaktoi armikut humbje të mëdha në teknikë dhe njerëz. Në ofanzivën që ndodhi në Llapashtic, Obranç, Glamnik, armiku humbi 8 tanka dhe 4 praga. Kurse një ditë më vonë në ofanzivën e cila ndodhi në fshatin Obranç, Peran dhe Llapashtic, armiku humbi 2 autoblinda dhe 2 pinzgauer, kurse në njerëz ishin humbjet më të mëdha. Mas tërheqjes popullsisë, ushtria me një kundër sulm ka kthye 2 pozicionet e veta në vend dhe armikut ka arrit të shkaktoj humbje të konsiderueshme në materiale si në teknikë ashtu edhe njerëz. Llogarisim dikon mbi 10 tankse të shkatruara armikut që kanë mbetë në fushën e betejës. Quhem Muhamet Latifi, aktualisht komandant i mbrojtjes civile për zonën e Llapit. Në kuadër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, vepron edhe mbrojtja civile si strukturë organizuar. Interesimi i qytetarëve shqiptar për ushtrinë çlirimtare të Kosovës është jashtëzakonisht i madh. Ekziston dëshira e plakë të bashkohen të gjithë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në kuadër të kësaj ekziston një disiplinë edhe vetdije e lartë qytetare. Ju e dini se kemi qenë të ballafaquar me ofenziva të forta të cilat i kanë ndërmarrë agresori gjatë kësaj kohe në zonën e Llapit, por ka pas shpërngulje popullatës në ato pjesë ku janë ballafaquar direkt me
ofenzivën, ndërsa pjesë tjera popullata nuk është shpërngull, të pas parasysh një disiplinë edhe vetdije qytetare. Pas ofensivës disa ditëshe të forcave serbe në fshatin Obranç dhe fshatet tjera të Podujevës, forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës sërish kanë zënë pozicionet e veta në këtë fshat dhe në fshatet përreth. Mirë po popullata e këtij fshati përkohësisht të larguar nga vatrat e veta nga frika e sulmeve të reja të forcave serbe. Gjatë qëndrimit në Llap, ekipi ynë në një poligon gjiroi duke ushtruar njësitë speciale komando, të cilën e udhëheq komandanti i liri. Quhem Iliri. Jam udhëhesi njësi speciale pranë zonës operative të Llapit. Pas stërvitjeve atë sukses që kori njësiti ynë, ju këndërvu forcave serbe gjatë kësaj ofenzive të fundit dhe dëshmoj dhe kori sukseset. Muri